Shpejtësia jo vetëm vret, por edhe dëmton pronën publike. Një aksident automobilistik ka bërë të mundur dëmtime të shumta në lungomaren e re, e cila nis nga tuneli deri në Orikum. Pikërisht në zonën mbi tunel janë shkaktuar dëme të konsiderueshme në shtylla elektrike, por gjithashtu edhe në pjesën e konceptuar si pedonale. Aksidentet rrugore jo vetëm marrin jetë njerëzish, por dëmtojnë edhe pronën publike. Shpejtësia tej normave të lejuara ka bërë të mundur që në orët e fundit të ketë një dëm të konsiderueshëm këtu në lungomare 3, ku sikundër ndiqet pas meje, disa shtylla të ndriçimit rrugor janë dëmtuar, por edhe pjesë të kësaj shëtitoreje. Ndaj duhet që drejtuesit automjeteve të bëjnë më shumë kujdes me shpejtësinë, sidomos në këtë rrugë e cila është me një korsi dhe ku në fakt nuk lejohet qarkullimi me një shpejtësi të lartë. Ndaj mbetet tashmë vetëm të riparohet dëmi i shkaktuar nga kompania e cila është duke realizuar projektin dhe që për hir të së vërtetës mund themi se është një dëm i konsiderueshëm me disa shtylla të ndriçimit rrugor, të cilat janë dëmtuar, por edhe me dëmtimin e një pjese të kësaj shëtitoreje. Por nuk është era e parë që në Vlorë dëmton shtyllat e energjisë elektrike, apo gjithashtu edhe pjesë të rrugës, trotuarit apo edhe pedonaleve, për shkak të qytetarëve apo drejtuesve të mjeteve të pakujdesshëm që drejtojnë automjetet me shpejtësi tej normave të lejuara. Pikërisht ngjarja e ndodhur së fundmi në zonën pranë vilave qeveritare është një dëshmi se institucionet duhet të jenë më të ashpra në drejtim të drejtuesve të mjeteve që i drejtojnë ato me shpejtësi tej normave të lejuara, duke shkaktuar dëme të konsiderueshme në pronën publike.